Kush dëshiron të ndaj fen vetëm në çështjet le të themi shpirtërore apo morale, pa e përfshirë atë në jetën e përditshme, faktikisht, domethënë e ka mbytur fen ose e ka nxjerr fen nga qëllimi i saj. Qëllimi i fesë është ta lumturojë njeriu. Qëllimi i fesë është njeriu ta gëzojë edhe jetën e kësaj bote, përveç se do të gëzoj jetën e botës tjetër. Qëllimi i fesë është se njeriu është halif në këtë tokë, pra është ai i cili i është lënë këtë tokë në menaxhim. E si pasojë ta bëjë atë sa më të mirë, jeta të jetë sa më e mirë. Kështu që feja përfshin çdo kapilar të jetës, si në këtë botë edhe në botë tjetër. Feja është sistem, mënyrë të jetuarit. Pra nuk është feja që falu dhe pastaj ti bëu laik. Jo, s'ka lidhje. Feja është falësh, lutesh, po edhe të jetosh sipas rregullave dhe ligjeve të fesë. Kështu që domethënë për këtë arsye, domethënë, siç e thatë edhe ju, feja ka përfshirë në vetvete dhe rregullat jo vetëm të kësaj bote, po edhe çfarë ndodh me njeriu mbas vdekjes, po edhe çfarë duhet bëjmë me pasurinë e njeriu, që quhet trashëgimia, edhe kush e meriton më shumë ti këtë lloj pasurie. Abaukum au abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Prindërit apo fëmijët ju nuk e dini se kush është më i dobishëm për ju. Për këtë arsye i ka dhënë fëmijëve pjesë nga pasuria, i ka dhënë dhe prindërve pjesë nga pasuria. Mirë, po fëmijëve ju ka dhënë më shumë se sa ju ka dhënë prindërve, sepse thot Zoti e din më së miri se kush është më i dobishëm për ju. Pra, çdo gjë pra ka urtësinë e vet. Ndarjet i kanë urtësinë e vet, domethënë Zoti i Madh i ka ndarë gjërat në atë formë që gjithsecili të marrë hakun e vet, por edhe domethënë njeriu domethënë të përfitojë ai i vdekur nga kjo që po shpërndajnë dhe po përfitojnë të gjallët. Pra mos të reduktohen. Ka një gjë tjetër interesante, domethënë që njeriu domethënë në Islam gjen edhe detajet më, le të themi, më interesante të zhvillimit të mënyrave apo të llojeve të trashëgimisë. Pa nuk ka lënë, domethënë, ndonjë rast pa u sqaruar, dhe është i vetmi, le të themi, ose e vetmja fushë ku Islami ose Kurani futet në detaje që nuk është futur në asnjë lloj detaje tjetër. Për shembull, thuhet në Kur'an që duhet falemi. Përmenden në Kur'an 5 vakte, por nuk përmenden detajet. Kur hyn kohët e falës nuk përmenden. Sa rekat falë nuk përmendet. Çfarë thuhet në falë? Ndërkohë që trashëgimia është përmendur me detaje. Kur vdes burri, kur vdes gruaja, kanë fëmijë, s'kan fëmijë, kur dikush vdes dhe ka fëmijë, po ka edhe prindërit, kur vdes po nuk i ka prindërit, kur ka vetëm vëllezër, kur ka vëllezër, çdo detaj që ka të bëjë me trashëgimin, pra çdo lloj çështje që ka të bëjë me trashëgimin, do ta gjejmë në Kur'an, në përgjithësi, dhe shumë rrallë gjejmë në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pse? Sepse është çështje pasurie, është çështje paraje, dhe nuk mund t'i shkonte në fund dhe në detaj ashtu siç duhet dhe më mirë se sa Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye vetë Zoti e ka marrë përsipër që ta sqarojë këtë gjë. Pra, mos ketë asnjë lloj hapësire për pse ma dha, pse s'ma dha, pse më dha më pak, pse s'dha më shumë. E ke në Kur'an, e ke përcaktuar në Kur'an, kështu që nuk ka vend, le të themi kështu, në thojza për abuzim.